Gjethet e rushit I japin lamtumir reumatizmës dhe shërojnë në këto 5 sëmundje. Gjethet e rushit janë pjesë e pamohueshme e gatimeve të shijshme mesdhetare. Ato janë tepër popullore në vendin tonë, sidomos për dashamirësit e japrakut ose të dolmës. Por këto gjethe kanë edhe përdorimet e tyre mirëbërëse, të cilat do t'i gjeni në këtë video. Të gjesh gjethet e duhura është një mundim shumë I vërtet, por mund të merrni rezultate të mira në fund. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pra, këto gjethe kanë efekte mirëbërëse për organizmin. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme. Ato I gjeni të paketuara edhe në enë të ndryshme ose varietete të shëndetshme në gatime të shijshme. Gjethet e rushit shijojnë në kuzhinë kur I zjeni në avull ose në ujë. Por cilat janë vlerat kryesore që do të merrni pas përdorimit të tyre? Gjethet e rushit luftojnë inflamacionin. Inflamacioni kronik është faktori kryesor I sëmundjeve si ato të zemrës dhe Alzheimerit. Inflamacioni shkakton edhe artrit, sëmundje gastrointestinale. Stili I jetesës dhe genet janë kontribuesit kryesor në shfaqjen e zhvillimit të inflamacionit. Por një ushqyerje e shëndetshme me ushqime që nuk shkaktojnë inflamacione është strategjia më e mirë për të qëndruar larg sëmundjeve të dëmshme. Por cilat janë vlerat ushqyese të gjetheve të rushit? Njerëzit të cilët janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit sepse ato përmbajnë shumë më pak kalori. 5 gjethe do të ofrojnë 14 kalori. Gjethet e rushit janë një burim I mirë I ushqyesve. Ato ofrojnë vitaminën C, vitaminën E, vitaminën A, K dhe B6. Përfshirë këtu niacin, hekur, riboflavin, folat, kalcium dhe magnez, bakrin dhe manganin. Një racion me gjethet e rushit nuk përmban as yndyrë dhe as kolesterol dhe ka pak natrium dhe sheqer. Ato ulin gjithashtu edhe nivelet e glicemisë në trupin tuaj. Një racion I gjetheve të rushit ka shumë ushqyes që ndikojnë në kufizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Mbajtja në vëzhgim e sheqernave në gjak është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, veçanërisht edhe për ata persona që vuajnë nga diabeti e që duhet të kontrollojnë ndikimin e ushqimeve çdo ditë në nivelin e sheqerit në gjak. Një njeri I rritur dhe shëndetplot duhet të ketë nivel glicemik në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rushit janë një zgjidhje e shkëlqyer për të përfshirë në dietën tuaj ditore. Për sa kohë ato konsumohen me kujdes, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Gjethet e rushit ofrojnë përfitime të mira edhe kundër problemeve kronike të venave. Një studim I vitit 2010 nga Departamenti I Dermatologjisë në Universitetin e Freiburg në Gjermani doli në përfundimin se personat që vuajnë nga pamjoftueshmëria kronike e venave, një sëmundje kronike që përfshin ekuilibrat e qarkullimit të gjakut, kur gjaku has pengesa dhe nuk arrin dot në zemër, këmbët e interne dhe prekin gjithashtu nga edemat. Zvoglimi I edemës do të ulë barën e rënd në vena dhe do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë vaskulare. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq, janë përdorur prej shekujsh edhe për të lehtësuar problemet e diarres. Gjethet e rushit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të stomakut, reumatizmës dhe problemeve të ngjashme, siç mund të jenë edhe dhimbjet e kokës dhe ethet. Ju mund t'i thani vetë gjethet e rushit duke I lënë ato në diell. Gjethet e thata të rushit mund të thërmohen dhe do të ofrojnë një çaj fantastik që mund t'japi përfitime të duhura për shëndetin tuaj, duke lehtësuar kështu edhe inflamacionet e tij. Lajini gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara se t'i përdorni në mënyrë që të largoni papastërtitë dhe të merrni gjithashtu përfitimet e tyre unike. Gjethet e rushit janë pjesë e pamohueshme e gatimeve tona, por tregoni kujdes. Gjethet e rushit duhet të zgjidhni gjithmonë ato të cilat janë të pastra dhe nuk përmbajnë edhe kimikate të ndryshme të spërkatura dhe gjithashtu duhet të jenë edhe sa më të mira për shëndetin tuaj. Një nga gatimet më popullore më të preferuara në vendin tonë me përgatitjen e gjettheve të rushit janë edhe japrakët, por gjethet e rushit gjithashtu ofrojnë përbërës kryesor në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Pas çeljes së bistakëve të ardhive, nuk këshillohen të mblidhen më gjethet e rushit. Kjo si pasojë përkatjes me produkte që mbrojnë rushin nga insektet dhe sëmundje të ndryshme.
por nëse arrushi që keni në shtëpinë tuaj nuk është i spërkatur, atëherë ato mund t'i përdorni sipas nevojës. Sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa mënyra se si mund të ruani gjethet e rrushit në mënyrë që t'i përgatisni ato dhe t'i konsumoni sipas nevojave tuaja ditore. Një prej tyre është vendosja e gjetheve të ngrira dhe konsumi i tyre në forma të ndryshme, por gjethet e rrushit mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj përsa kohë përdoren me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja ditore. Gjethet e rrushit janë ilaç i fuqishëm natyral që mund të mbajë larg një sër komplikacionesh, citon Brightside. Kjo gjethe e vogël me përmasa të ndryshme mund të ofrojë vitamina siç është vitamina C, E, A, K dhe B6, si dhe niacin, hekur, fibra, riboflavin, folat, kalcium, magnez, bakër dhe mangan. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e inflamacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe përdorini ato në të mirë të shëndetit. Njerëzit të cilët janë të kujdesshëm me peshën e tyre, duhet të përdorin gjethet e rrushit sepse ato përmbajnë edhe më pak kalori, duke i ofruar shëndetit një mbrojtje më të mirë dhe duke evituar komplikacionet e tij. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe rrushin si një ndihmë fantastike për të ofruar vlera të duhura shëndetit tuaj. Rrushi është rritur mbi tokë për mijëra vite me radhë. Ai është një nga frutat më të pasur me vlera ushqyese dhe me antioksidant, të cilët do t'i bëjnë shumë më mirë shëndetit tuaj duke lehtësuar edhe inflamacionet. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për t'i ofruar organizmit një sër vlerash të rëndësishme. Rrushi është i pasur me vitaminën C, vitaminën K. Një filxhan me kokra të rrushit përmban 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës K, sipas të dhënave të Brightside. Rrushi është i pasur gjithashtu edhe me vitaminën B6, fibër, gjithashtu me kalium, mangan dhe antioksidant të ndryshëm. Këto të fundët do t'i ofrojnë organizmit tuaj një mbrojtje më të mirë kundër problemeve kronike dhe do të lehtësojnë inflamacionet e tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e këtij fruti në dietën tuaj ditore, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të ushqyerisë suaj. Rrushi është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Disa prej përbërësve të shumtë të këtij fruti të verës që prodhohet prej tij ofrojnë një mbrojtje mjaft të mirë kundër sëmundjeve të zemrës. Ka studime të cilave u referohemi sipas Healthline që konfirmojnë se rrushi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe problemeve të ndryshme të kolesterolit. Shtimi i rrushit në dietën tuaj do të ofrojë mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve, duke mbajtur larg edhe inflamacionet e tij dhe duke siguruar një efekt më të mirë mbrojtës. Përbërësit bimor të rrushit, siç janë rezervatroli, luteina dhe zeakanthina, do të ofrojnë mbrojtje të syve nga disa prej sëmundjeve të ndryshme siç është perdja e syrit dhe glaukoma. Ndaj konsumi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Edhe shëndeti juaj i kockave do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i rrushit. Minerale të tilla si kalciumi, magnezi, mangani, klori, fosfori janë të dobishme për shëndetin e kockave. Këto minerale të cilat gjenden te rrushi kanë efekte mbrojtëse për shëndetin e kockave. Ato janë të mira gjithashtu edhe kundër bakterieve dhe infeksioneve. Vitaminat dhe mineralet që përmban rrushi janë të dobishme për sistemin imunitar dhe pajisin atë me mekanizmat e duhur për mbrojtje ndaj infeksioneve dhe bakterieve. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë për jetëgjatësinë. Rezervatroli që përmendëm më lart aktivizon genet që ngadalësojnë plakjen dhe nxisin jetëgjatësinë tek njeriu. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve kronike. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, reumatizma dhe sëmundjet autoimune. Kokrat e rrushit mund t'i konsumoni dhe t'i shihoni të freskëta të ngrira në formën e lëngut ose edhe në verë, por pa e tepruar me të. Me përfitimet të mëdha që do të ofrojë ky frut, do ta keni të pamundur të mos e konsumoni atë gjatë sezonit edhe për të marrë më shumë vlera ushqyese dhe për të evituar kështu një sër ndikimesh negative të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.